atmosferë festa atje duket. Klarit, përshëndetje me mbrëma. Përshëndetje Paruca, atëre para se lisë vetëvendosjes ka nisur festa të paktën, jo vetëm nga exit pollet, por tashmë dhe nga një pjesë e votave të numëruara. Deri në këto momente lëvizja vetëvendosje kryeson me rreth 250.000 vota dhe duke kapur 50% e vetme. Është ende le themi shifra zyrtare, por para prake do të shikojmë se si do të përkthehet këto shifra në mandate deputetësh për partinë e Albin Kurti, ndërkohë që si shikohen nga pamjet Paruca prej disa minutash që në momentet e para pasi kanë dalë exit pollet, por dhe tashmë që ka nisur rezultatet e para se listë vetëvendosjes, ka nisur festa, janë mbledhur mbështetës të shumë të kësaj force politike për të festuar paktën deri në këto momente fitoren e partisë të cilën e mbështesin. Është le themi ndërkohë që në selin e lëvizjes vetëvendosje kanë filluar të vinë dhe një pjesë e figurave më të rëndësishme politike. Para pak minutash ka hyrë ministri i Brendshëm Xhelali Veca dhe ministra Donika Gërballa, ndërkohë ende nuk e dim nëse zoti Kurti është në ambientet e selisë së lëvizjes vetëvendosje. Ndoshta më vonë do të kemi dhe një deklaratë të tij në lidhje me këtë rezultat, i cili nëse do të konfirmohet deri në fund të kutisë së fundit, paktën ka votat e deri tanishme, dhe nëse trendi do të jetë ky tanishme, atëherë lëvizja vetëvendosje mund të themi që do të arrijë një rezultat historik dhe spektakolar, duke krijuar në këtë mënyrë dhe shumicën qeverisë e vetme, një nga arsyet që Kosova shkoi në zgjedhje të parakohshme parlamentare për shkak të pamundësisë për të krijuar një qeveri e vetme. Lëvizja vetëvendosje dhe pas tentativave të dështuara për të bërë një koalicion pas zgjedhor, qoftë me nismën, por qoftë edhe me partitë e tjera, me gjithë kërkesat dhe tentativat e zotit Albin Kurti, dhe më pas dështimit të këtyre tratativave dhe të formimit të qeverisë së re, tashmë Kosova shkoi në zgjedhje të parakohshme parlamentare pikërisht në 28 tetor, dhe me sa duket paktën nga ky rezultat forca e parë padyshim siç konfirmoi dhe nga sondazhet para zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje parashikohet ishte forca e parë. Megjithatë, nëse do të jetë ky rezultat deri në fund, do të themi që paktën nga sondazhet nuk ishte parashikuar që lëvizja vetëvendosje mund të arrinte deri në 50% e vetme. Edhe exit pollet të cilat kanë dalë në pak minuta pas përfundimit të procesit të votimit të shtetësve dhe qytetarëve të Kosovës, exit polli me përqindje më të lartë nxorri pikërisht rreth 45% dhe kishte një rritje vogël. Megjithatë, do të presim deri në fund procesin e numërimit, i cili ka filluar për shkak se, siç e kemi raportuar dhe më parë, Kosova i numëron votat në qendrat e votimit dhe më pas të dhënat kalojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili updateon rezultatet dhe më pas le të themi bën dhe përkthimin në mandate për ka shkuar mbi 77% tani numërimi i qendrave të votimit. Nëse regjia shkon pak lidhet me tabletin tim ku janë rezultatet e drejt për drejta që vijnë nga KQZ-ja dhe shkojmë prapë te Kajdi Bolli, pastaj te vetëvendosja. Kjo është numërimi në kohë reale.